Futbollisti i njohur i kombëtarës shqiptare, Mirlin Daku, dhe partnerja e tij, ish banorja e Big Brother VIP Kosova 2, Vesa Vllazaliu, janë bërë prindër për herë të parë. Emri i krejt i veçantë i bebit merr vëmendjen. Lajmin e ka bërë të ditur vetë sulmuesi përmes një postimi emocionues në profilin e tij në Facebook. Ai ka ndarë një foto të voglushës, ku krahas saj shihet një arush pelushi, me emrin e veçantë që çifti ka zgjedhur për vajzën e tyre, Miresa. Emër ky kombinim nga 3 shkronjat e secilit. Falënderimi i takon vetëm krijuesit për këtë ndjenjë. Miresa ime, uroj që të kesh shëndet dhe shumë fat në jetë. Ka shkruar Daku në postimin e tij duke etiketuar edhe Vesën. Vesa ka postuar në rrjetet sociale duke u shprehur: "Mirë se na erdhe çikirushi jon, të uroj shumë fat dhe suksese në jetë." Linja mësohet se është kryer në Zvicër së fundmi dhe gjendja shëndetësore e Vesës dhe bebit është shumë e mirë. Ky lajm vjen si një surprizë e bukur për fansat e dyshës, të cilët kanë ndjekur me interes rrugtimin e tyre të dashurisë vitin e fundit, ndërsa Daku po shijon sukseset në fushën e blertë. Ky patyshim është goli më i rëndësishëm i jetës së tij. Nga ana tjetër, Vesa Vllazaliu, e cila u bë mjaft e njohur për publikun gjatë shëndrimit në Big Brother VIP Kosova, nis tashmë rrugtimin më të bukur, atë të mëmësisë. Urime prindërve të rinj dhe jetë gjatë voglushës Miresa. Follow Privi pa Libertas Vahiu për më shumë lajme si ky.